Also noch einen schwarzen und einen weißen. Genau. Another fair relationship. Guess it's back to situationships. Till this whole dying so fast. Amazing. There's a four-way stop on a one-way road. Not to attempt you never felt like home. It's all I'm meant to be. Just stuck in the in-between. Fakt cute portokallia, prandaj po e marrin që portokalli. Never get this lonely. Foto. All these holes in my chest from the war inside. Beat by the hook and now I'm terrified to live. And my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road. Not to attempt. Dua të theksoj se ne në Shqipëri këto i falim, sepse bëjnë pemët aq shumë se të arrin t'i ham të gjitha. Edhe këto bëjnë €1 njëra që, okay, janë farzeza, por fajnë me një herë, like. Edhe këto që ka €1, po kjo mendoj që ja vlen më shumë. Kam fisun po marr njërën, sa dhe janë të ëmbla. Have you become lighter living in Germany? I've become a ghost. I always was like very pale, but now. Your hands can, you can, how do you say, like, be in the video as much as you want and as less as you want. It's okay. Wait for them. I got This one. This is really good, you know? Target. It's going away. Yeah, but now we're gonna take this one. No. Look, it's hard work. Let's try it. I hope I've got a good. Quick update për All You Can Eat. E kisha lënë në karikim këtë tabletin, po me sa duket nga që përdora një karikues random, nuk e kishte karikuar fare. Herë më falni për prezencën, kjo bluza është një bluzë e rehatshme për të vendosur veshur si për gjërave të tjera, por është kupruar aq keq, nuk e di sa dallohet. All You Can Eat ishte cute, ishte era ime e parë që po shkoja, edhe Huda më kishte ftuar shumë herë bashkë me bashortin, shkojmë edhe ne gjithmonë. Jo. Jo për ndonjë gjë, po kur shkon te këto All You Can Eat, duhet të jesh entuziaste për llojin e ushqimit, domethënë. Unë nuk e se jam kundër sushit, absolutisht e ha sushin, më pëlqen më shumë versionet kimbap
style, domethënë, jo specifikisht me duhet të mësoj të flas më pak. 2026 go. Ushqimi ishte nice, më pëlqeu fakti që ishin porcione të vogla, që do të thotë që dhe nëse nuk të pëlqente shumë, mund ta shtysh me 2 ose me 3 të vogla pastaj për sushi. Vetëm se më pëlqeu që kishte edhe fruta, mora ananas, I love it, chicken fingers, which I love. Ishim duke bërë këtë, është kjo një chicken apo është mish, apo është peshk, edhe herën e parë fare nuk e mendova fare që mund të kishte edhe kotolet peshku. Mora atë, ishte shumë nice, hot, po not my favorite, po gjithsesi e shtyva. Pastaj kjo shoqja po shite këto peshk mishi si bie, që ishte i skuqur dhe që bëhet si ngjyrë kafe me portokall, nëse keni parasysh, ka qenë dhe në Tiranë tek ai dyqani Kung Fu Panda, po no. E mori, nuk ishte pule, ajo nuk e ha mishin e derit, mu deshte haja unë. Por fakti që unë arrita ta haja ishte gjë e mirë, sepse unë jam shumë lazeli me ushqimin. Përpara nuk kam pasur lënë asgjë, tani jam përmirësuar shumë, dallohet edhe nga faqet. Më pëlqeu, ishte nice. Edhe pse ne shkuam tek nga pasditja dhe me sa duket menua më mirë ishte në dark. Dhe ne u mbushëm, nuk donim të rrinim dhe më gjatë, sepse mund të rrijem, duhet paguaj edhe një fee dhe mund të rrije edhe më gjatë, por nuk e vlente fare, sepse ishim full. Si goal për jo këtë muaj specifikisht, më thënë për këtë muaj është për të lexuar, dua të bëj një provim gjuhe. E besoni që nuk kam asnjë provim gjuhe në xhep. Edhe dua të përfundoj kursin, tani bëj siç bëra 2 vite që kam ardhur në Gjermani, tani në tetor bëj dhe 2 vite që bëj kursin, sado që ju më keni parë, domethënë aq shumë sa kam udhëtuar unë, do thoshti Eda ku ke qenë, po tani kur nuk isha në punë, pa egzagerim 3-4 herë, nuk kam qenë këtu, domethënë kemi qenë në Shqipëri shkonim një muaj. Udhëtime këtu, pastaj erdhi shoqja, pastaj shkova unë te mirë, sa erdhi kështu edhe kam bërë me shumë pauza, por jam gati që ta mbyll, do më liroj shumë hapësirë në mendjen time të menduar që kam kurs. Do përgatitem për kurs edhe pse nuk kam mësuar. Le të jemi të sinqert. Gjithsesi nuk jam keq, se përderisa fillova punë, edhe madje sot erdhi një vajzë re tek puna, edhe ajo kishte 10 vite në Gjermani. Dhe kur pyeti mua po i thoya që kam 2 vite, what i flet perfekte, the gaslighting. Thank you për këtë komplimentin për të bërë qefin. Si që shikoni jam qik e lollur. Kërkot një qikës kjo, sepse kam këtu tezat dhe, nuk i dija u përmenda, tableti që pa ta marrë tek AliExpressi, unë në fakt vetë nuk e kisha blerë, nuk u kariko ka shumë nga dalë, 5%, anyway, vetë nuk e pa ta blerë, po dhe po ta blija vetë, apo nëse ju ndo kush e blet nga pas videos time, më duket 100.000 lekë që ishte, mendoj që super vlen, nëse ju duhet një tablet thjesht për të mbaruar të punë ndonjëherë apo për të hapur ndonjë file si puna ime, më mirë se sa telefoni, mua më bëri shumë punë. Kështu që ua sugjeroj nëse nuk i duhet. Madje kam edituar edhe videot këtu. Ose kur bëhem gati për ndonjë gjë, shoh në një serial, po audio nuk e ka të mirë, le të jemi të sinqertë. Edhe pse kam pas përdorur Android, me si gjeta se ku ndaloj muzika. Po shkojmë te ditëlindja e një nga gocave, Danja, që e përshëndesin, nuk ishte këtë video se ishte huaj. I bëra refresh flokëve dhe realisht mirë dolën, nga i kisha shumë keq, me një çik pudër thade, me një çik thjesht lagje, duke që si kisha përdorur shkumën, duken si të sapolara, se realisht janë pas skalpin shumë të delikat dhe nuk doja t'i lajmë shumë se duhet. Bag of the day kemi marrë edhe Burberry. Se të kjo për të rregulluar, për të pastruar, bëj gjithë push. Edhe për dhurat i kemi marrë diçka nga Shqipëria.